Kthimi i Kupës së Botës në Meksik pas 4 dekadash duhet të ishte një festë për të gjithë tifozët e futbollit. Megjithatë, për shumë meksikan, ky event historik po shoqërohet me zhgënjim dhe ndjenjen e përjashtimit. Qindra tifozë u mblodhen në një zonë të posaçme në Mexico City për të ndjekur ndeshjen e parë të kombëtarës së tyre në botërorin 2026. Por shumë të tjerë janë detyruar ta ndjekin turneun nga shtëpia, pasi çmimet e biletave konsiderohen të papërballueshme. Eduardo Marin, një tifoz i njohur i kombëtares meksikane, kujton se në vitin 2018 ai dhe miqtë e tij udhëtuan drejt në Rusi për të mbështetur ekipin kombëtar. Sipas tij, i gjithë udhëtimi, përfshir biletat për 3 ndeshje, kushtoi rreth $5.000. Sot, në botërorin 2026, disa tifoz kanë paguar po aq para vetëm për një biletë vetme të hapjes në Meksik. Pa kënaqësi, ka edhe për numrin e kufizuar të ndeshjeve që po zhvillohen në Meksik. Disa tifoz besojnë se vendi i tyre, i njohur për pasionin e jashtëzakonshëm ndaj futbollit, meritonte të organizonte më shumë ndeshje se sa ato që i janë caktuar. Ndërkohë, edhe bizneset lokale po përballen me pengesa. Bare dhe restorante të shumta ankohen për kostet e larta të paketave televizive që nevojiten për të transmetuar të gjitha ndeshjet e Kupës së Botës. Për shumë prej tyre, këto tarifa janë të paarritshme. Debate ka shkaktuar edhe mënyra se si autoritetet po përgatitin qytetet pritëse. Në Monterrey janë ngritur barriera përgjatë rrugëve që të çojnë drejt stadiumit dhe aeroportit, duke fshehur nga pamja lagjet më të varfra. Banorët e zonës thonë se kjo i izolon edhe më shumë dhe krijon një imazh të rrëmë për realitetin e tyre. Ndërsa miliona tifozë në mbar botën festojnë spektaklin e futbollit, shumë meksikanë ndihen të lënë jashtë një eventi që, sipas tyre, duhet të ishte festa e të gjithëve.